Kryedemokrati Sali Berisha ka deklaruar se opozita shqiptare nuk do të ndalet në aksionin e saj për rrëzimin e qeverisë. Në këtë kuadër, ai bëri thirrje qytetarëve që më datën 10 shkurt, orën 17, t'i bashkohen protestës së opozitës. Berisha theksoi se vetëm revolta do t'i përgjigjet sovranit të qeverisë, që sikurse thot ai, s'ka ligj, kushtetut, amoral. Ftoj të gjithë të rinjtë shqiptar, burrat, gratë, të moshurit, të bashkojmë me datën 10 shkurt, në ora 5 në Tiranë, por t'i dhënë leksion në merituar kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Revolta dhe vetëm revolta është përgjigja e merituar e sovranit ndaj këtij grupi që s'ka ligj, kushtetut, as moral. Revolta dhe vetëm revolta është rruga e daljes e përmbysjes së diktaturave autokratike, një lloj si në vendet tjera. Ndaj dhe ftoj dhe një herë, me datën 10 shkurt, të gjithë shqiptarët, të gjithë qytetarët e Tiranës në rrugë dhe sheshet e kryeqytetit, në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria kundër regjimit të drogës, krimit dhe vjedhjes shqiptarëve. Faleminderit. Zoti Berisha, ndërkohë sot në Seli pritet aleatët tuaj tradicional dhe forumin për dialog të zotit Ermal Hasimja. Çfarë u diskutua në këtë takim dhe cili do të jetë skenari i protestës së 10 shkurtit? Faleminderit. Partia Demokratike ka mbështetur plotësisht iniciativen e këtij grupi intelektualësh, të cilët janë të përkushtuar për bashkimin e të gjitha forcave politike opozitare dhe faktorëve të tjerë në betejën kundër të keqes më të madhe që ka njohur dhe ka pllakosur Shqipërinë. Kreu i PD Sali Berisha tregoi detaje nga organizimi i protestës më 10 shkurt, para kryeministrisë. Berisha tha se opsion është dhe qëndrimi në shesh, deri në largimin e kryeministit Edi Rama, por shtoi se kjo tregon që secili nga ne të bindim gjithnjë e më shumë qytetarët se qëndrimi në shesh, gjërisa të largojmë regjimin, është rruga më e sigurt drejt fitores tonë.